Përtej çdo emocioni politik, do doja t'ju bëja një propozim fare të sinqert, për cilin jam mjaft i sigurt që dhe ju do pranoni si dhe kolegët e maxhorancës. Një propozim sa njerëzor, aq edhe qytetar. Do ftoja Kuvendin të mbajmë 1 minutë heshtje për Lirak Bekun, i cili humbi jetën në kërkim të një drejte që fundja në 20 vjet ja kemi borxh shtresës të përndjekurve politik. Për të gjitha vitet të borxheve, mani 1 minutë heshtje, kërkoni të falur, pasi që i futni në burg, dhe nuk kërkoni të falur, pasi që i qoni edhe benzinën, edhe i diqni së gjalli, edhe i përdorni, por ju jeni hipokrit në turp. Mendova që do ishit më njerëzishme, me i propozim fare të sinqert. Po gjithsesi, ju nuk humbni rast për të treguar veten.